nuk je befasu për shkak se e kum pa që kam qenë një garë e ngushtë me 3 kandidatë. E kam thonë edhe më herët, do shta që kur të shikon strukturat e partisë, sepse një kandidat do të mi pas mas pari strukturën për me mujt me e ngrit atë vot, e pastaj mi ashtu edhe me të vetat si kandidat. Pra, në këtë rast unë menoj që vota neutrale po e quj. Vota që njerëz që nuk janë pjesë të struktura, njerëz që se kanë marrë vendimin për kanë me votu para 2-3 mujve, sepse ka plot që e marrin vendimin shumë përpara, qoftë për shkak të afërsisë me subjektin politik. Pra, dihet paraprakisht. Po, dihet paraprakisht. I keni pjesë që janë, unë i quj edhe i votus një mas anonime e quj, për shkak se nuk janë të zhurmshëm as në për Facebook, as në për rrjetet sociale, nuk janë të zhurmshëm në për media, janë njerëz të cilët i shikojnë debatet, e krijojnë një bindje, nuk shkojnë në për tubime, po janë pjesë e madhe e votës. Në këtë rast unë që Urani Ismaili ka një pjesë madhe të qasaj vote neutrale, por nuk ka qenë mjaftueshme për me mujt strukturat të cilat mendoj që janë struktura shumë të fuqishme të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe të Lëvizjes Vetëvendosje. Ajo që më ka befasuar pak është një paraqitje e dobët të Lëvizjes Vetëvendosje në kuvend komunal. Në asamble. Se kam menuar që do të ketë më shumë vot, por analiza ime është aty se kësaj radhe në kuvend komunal zgjedhjet kanë shku bazuar në ato se sa i ke pas kandidatët e fortë në kuvend komunal, sepse të garosh për kuvendin e Republikës Kosovës je një prej 10 personave për të cilët votojnë. Zakonisht njeri shkon në zgjedhje nacionale thotë po ja jap votën Albinit apo Lumirit apo Memrit dhe pastaj është shumë lehtë me kërku një prej 9 votave tjera. Por asamblea është vetëm një dhe personi ose voton për ty, domethënë se beson ose s'ka aty me unë gjitë si vagon në trend, domethënë. Dhe në këtë rast unë mendoj se kush i ka pas listat më të forta me njerëz që kanë më shumë rreth. Edhe natyrisht befasia e këndshme për mua ka qenë lidhja për Prishtinën. E udhëheqën nga Fehmi Kupina që mendoj ka arrit rezultat mbi 7% që është goxha kisha me thonë një rezultat i suksesshëm për dikën që nuk e ka kandidatin për kryetar komune.